Të shumë kanë qenë besimtarët musliman mëngjesin e kësaj të mërkure që kanë falur namazin e Kurban Bayramit në xhamin Ilyas Bey Miraori në Korçë. Ceremonia e faljes është drejtuar nga muftiu i Korçës, Ledian Cikaleshi, i cili në mesazhin e tij ka bërë thirrje për më shumë unitet, solidaritet dhe mbështetje ndaj familjeve në nevojë. Pas faljes së namazit, besimtarët kanë shkëmbyer urime për paqe, begati e prosperitet në familjet e tyre. Nga sheshi i xhamisë Ilyas Bey Miraori, sot në qytetin e Korçës, sapo falem namazin e Kurban Bayramit, kur gjithë besimtarët u mbledhën së bashku për të falur fillimisht namazin e Bayramit dhe për të shkuar më pas për të bërë një nga ato detyrimet e kësaj dite që është edhe thirrje e një kurbani. Lu Zotin t'ia ketë pranuar atyre besimtarëve edhe namazin, e t'ia pranoj edhe kurbanet dhe uroj të gjithë shqiptarët, të gjithë korçarët, kudo që janë, gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bayramin. Mirësi, paqe, siguri, dashuri edhe bereqet e birësi për të gjithë çdo person. Sot në këtë ditë feste, në këtë ditë sakrifice për komunitetin musliman, gjej rastin të uroj të gjithë besimtarët musliman, gëzuar Kurban Bayramin, paqe, shëndet dhe begati në familjet e tyre. Gëzuar shëndet, begati gjithë të mirat për të Falja e Kurban Bayramit është zhvilluar edhe në xhami të tjera të qarkut të Korçës, ndërsa gjatë gjithë kësaj dite janë bërë urime dhe janë kryer vizita nga përfaqësues të pushtetit lokal, si dhe drejtues të komuniteteve të tjera fetare pranë muftinisë së Korçës.